Presidenti e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka shpërndar një video nga vizita e saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku shihet momenti i pritjes së saj nga ushtria amerikane në Akademinë prestigjioze ushtarake West Point. Në pamje të publikuara, presidenti Osmani pritet me bro rritjet Kosova, duke reflektuar respektin dhe vlerësimin e lartë që institucionet amerikane tregojnë ndaj shtetit të Kosovës dhe përfaqësuesve të tij më të lartë. Duke e shoqëruar videon me një mesazh në rrjetin social Facebook, Osmani ka theksuar rëndësinë simbolike dhe politike të këtij momenti në mesin e ushtrisë më të fuqishme në botë, në West Point të SBA-ve, një moment që flet për aleancën, besimin dhe miqësitë e pathyeshme, ka shkruar kryetaria e shtetit të Kosovës. Kjo vizitë vlerësohet si një tjetër dëshmi e marrëdhënieve të fuqishme dhe strategjike ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, aleatit kryesor të vendit tonë në proceset shtetërorëse të sigurisë dhe të konsolidimit ndërkombëtar. Akademia ushtarake West Point konsiderohet një nga institucionet më prestigjioze ushtarake në botë dhe pritja e presidentes Osmani aty shihet si një mesazh i qartë për mbështetjen e vazhdueshme amerikane ndaj Kosovës. Peace and security, not just here at home, but also abroad. Because of the UAU men and women in uniform, the U.S. uniform, the people of Kosovo